Në mungesë të akuzuarit Blerim Avdiu, ka dështuar të mbahet seanca fitistare të hënën në gjykatën themelore në Prishtinë, në rastin ku i njëjtë akuzohet se përmes rrjetit social Facebook ka kanosur ministrin në detyrë të bujqësisë, Faton Peci, njëherë është deputeti i grupit parlamentar të Lëvizjes Vendendosje, ku ndaj Avdiut, gjykata do të lëshojë urdhëres për sjellje me detyrim. Gjykatësia e rastit Valbona Fisa tha se i akuzuari ka qenë njoftuar në mënyrë të rregullt përmes procesverbalit të 11 prillit 2025. Mungesën nuk e ka të arsyetuar dhe njëkohësisht nuk e ka kërkuar as shtyrje për ndonjë rrethant të paparashikuar, ndërsa për të pandehurin gjykata do të lëshojë urdhëres për sjellje me detyrim, ka thënë gjykatësia Fisa. Ndryshe prezent në seancë ishte prokurori i shtetit Paulin Pashku, i dëmtuari Faton Peci, si dhe mbrojtësi i Avdiut, avokat Hamdi Podgorica. Prokuroria themelore në Prishtinë më 26 mars 2025 ka ngritur akt akuzë ndaj Blerim Avdiut, të cilin e ngarkon se më 2 mars 2025 me rastin e impostimit të një fotografie në rrjetin social Facebook nga i dëmtuari Faton Peci si ministër i bujqësisë, pyetarisë dhe zhvillimit rural, lidhur me aktivitetet e tij si ministër. Avdiu nga profili i tij me dashje ka kanosur seriozisht të dëmtuarin, duke i dërguar mesazhe fyese dhe kanosëse.